nga erdhe inspirime? Unë si fëmijë gjithmonë kam dashur këtë rrugën e artit, gjithmonë ka pëlqyer. Edhe të them drejtën kam edhe talent, sepse e di që talenti është veç 10%, e ma shumë punë, por mendoj që nëse ki talent edhe e don këtë profesion me dashni shumë të madhe, kemi ja dalë edhe veç duhet me duru edhe me prek publikun, me ditë ku me prek publikun. A ki kështu ndoshta një momentit se le mundesh me thonë këto e kum ditë që unë kom vuni këngëtar? Thash edhe më herët, si fëmijë gjithmonë. Pra e lindur ajo, ka qenë kështu e njohur gjithmonë ndoshta në trupin tonë. E vërtet, e lindur. Këto fillimet, se po të shkojnë? Shtirë, është e vërtet. Kom mendu që kjo rrugë, kom ditë që kam qenë shumë e vështirë, po kom mendu që më e lehtë, po ndoshta pa e ditë kështu tamam, po. E kom zgjedh vetë që ta du, edhe duhet me çu deri në fund misionin tëm. Çka të ka surprizu kur ke fillu me him këtë rrugë të artit? Përveç këtyre sfidave, mundem me thonë, to njihen zakonisht këto sfida kryesore që do të ndoshta atë me thonë kështu më jap zor, goxha shumë, edhe mos me pas ndoshta kohë të lira të shumë, por është edhe ajo dashuria asani kryesore që të mbahen. Edhe harron krejt ato të tjerat, sepse e keni dashni të veçantë për çat profesion. Tani më te je në përpunime në një këngë. A mundesh me na tregu më shumë për ta? Okej, është kënga e me parë që ka me dalë së shpejti, është titulli Të luta, është këngë ritmike, edhe tekstin e kom shkruar vetë. Ato dalë shumë mirë, më mirë që e kom prit, edhe... Do më thonë me këngë të parë, pritshmëritë tua kanë shku prej ndoshta normale, goxha më shumë? Po, muj me thonë, mos me të pru. Mos mirom si zhvetet. Po, muj me thonë që o të shku mirë. Okej. Çfarë zhanrit pëlqen zakonisht i muzikës, ka inspiru, a ki ndoshta një muzë, që me thonë, për stilin e këngës? Mu më pëlqen krejt stilet, edhe kam dëshirë me i preks krejt stilet. Jo veç një me veçu, për shembull pop ose ritmike, edhe me nejtë veç të vetëm të ajo, më fokusu vetëm të njona, sepse e di kapacitetin tem, edhe e di çka mund me bot të krejt stilet me kalimin e kohës normalisht që kam me po edhe publiku që ka me dit me prej të secili stil. Po pikrisht edhe këngë ritmike tashmë edhe rrezet e diellit kanë dalë, gjithsesi do me thonë secili prej neve na pëlqejnë ato këngët edhe na ndreqin pak disponimin. Shumë e vërtet. Kjo pikrisht ndoshta është ajo qëllimi kryesor me abu publikut ditën më të mirë. Po, e vërtet. A ki ndoshta një artist preferuar i cili ty të ka frymëzu? Me thonë drejtën që më ka frymëzu jo, po kështu ndëgjoj shumë muzikë. Jo vetëm muzikë tonë, po edhe të botës. Ndërkombëtare. Po, muzikë angleze shumë i pëlqej. Turke, i secili... Prej secilit zhanr, do me thonë... Jo me të vërtet që në kështu ai personi që unë i do gjejtë gjitha muzikat. Edhe unë ashtu. Ose edhe pashtu personi që zakonisht makinë e zgjedh muzikën e koha uksen. Më intereson shumë se si tekst shkrues, më interesojnë temat. Që se dallojnë temat në mes këngëve tona edhe këngëve tjera tuja. Edhe më intereson shumë me ngu. Çfarë dallimesh ke po kryesisht? Nuk ka shumë dallime të mëdha, po themi, po janë disa që ka tekste më të zgjerume, ka tekste më të... Pra t'intrigon tekste ty, edhe mesazhe. Tek mesazhi i këngës parë, a mundesh me na thonë ndoshta me një fjali, mos me zgjeru kështu shumë, me lëmë pak surprizë këngën. Çfarë mesazhi ka kënga? Nuk e di, nuk ka ndaj fal mesazh shumë. Kjo kënga e parë, flitet për dashni normalisht, si krejt këngë tjera.
Dashuria është një mesazh shumë i fortë, kështu që nuk mundem të thonë që s'ka ndonjë mesazh, sepse dashuria është një ndjenjë që ndoshta është e papërshkrueshme dhe pikërisht përmes artit gjatë shumë domethënë dekadave shumë artistë janë munduar me përshkru edhe secili njeri e përjeton ndryshe. Po, vërtet, secili A ke dediku për dikon këtë kohë? Jo, nuk është e dedikuar, veç. Okej, çfarë prit tani po? Jo, shkon interesant. veç më ka linë si ide. Okej. Sepse me të vërtetë dashuria është një temë që është secili person e ndjen, secili person ndoshta e plotëson edhe pikërisht për me bo dhe kongritmike të cilat e romantizojnë në një mënyrë dhe e bujnë si një gjë që është diçka që duhet me pas secili, edhe për veten, po ashtu edhe për tjetër, për familjar, për shoqërinë, për gjithë. Doja të kaloja tek shkrimi, sepse do me thonë një gjithë procesi, paga shumë, bazën ju e keni gjithë edhe idenë të kongës, edhe tekst në përmandet që e ke shkru vetë. E kom gjithë vetën shumë mirë në tekste. Okej. Thëmë të drejtën, është një punë që e bëj me shumë dashni. Shkruj tekste, ndodhë që në ditë e mundë me i shkru 3 ose 4. Kur t'ja filloj me shkru një tekst, ndihem që ku me di që ka jem të bo, sepse e du këtë profesion, edhe i di qëllimet e mija që mundë me arrit. Edhe bëj me shumë... Me shumë pasion, mundë me thonë. Sepse për me 3 tekste, për shembull, ditë është si të vjen ai inspirimi për me shkru. Po, këtë vjen spontanisht. Okej. Të drejtën, nuk është që frymëzona dikon. Po. Ka edhe tekste që janë frymëzu normalisht dikon. Po. Ka edhe disa tekste që janë frymëzu në vetën temë. Ka pjesë tjetës temë që i kom kalu, edhe kom në tardhmen, kom dëshirë me i shpalos me publikun temë që... Do me thonë jo i keni gati disa tekste, vetëm melodia, krejt ato procese tjera kanë betë me vazhdu. Po ta që jem të fokusu ma shumë tekste në gjuhën turke, edhe në gjuhën angleze jem të shkrujtë në tekste. Do me thonë jo edhe edini kështu gjuhën turke, kështu për shkrim teksteve, paka shumë. Komplet gjuhën turke, po e di dhe një dukon. Pavarësisht kjo është një gjë shumë e mirë, sepse tani më është edhe koha globalizimit, atëre gjuhë, sidomos gjuha angleze, gjuha gjermane, po ashtu edhe gjuha turke është për hapë, kështu gëgja shumë edhe po kemi interesim si gjenerat e rej për me zhvillu në ashtë diapazonin tonë të ditorisë. Kur në këto momente më kujtu zakonisht mësuset në shkollë fillore që kanë atë shprejen dush më bo një shpuz me marrë, dhe me thonë kreditorin që mujna. Pra dhe ju keni provu edhe keni fillu edhe në këtë rukëtim si artist. Pra e keni sfidu vetën gëgja shumë.